Përshëndetje, unë jam Ulza Elshari dhe vijoj mësimet në gjimnazin Sami Frashtin. Unë jam Ulsa Ajseni dhe vijoj mësimin në gjimnazin Sami Frashti në Prishtinë. Përshëndetje, unë jam Vlena Joza dhe vijoj shkollën në gjimnazin Sami Frashti në Prishtinë. Gjimnazja jonë është një ndër gjimnazet më të mëdha në Prishtinë dhe çdo ditë është një lëvizje dhe me plot energji. Por kur duhet, ne mund të jemi të qetë dhe të përqendruar në mësim. Viteve kemi nxjerrë të suksesshëm në nivel vendor dhe ndërkombëtar. Si dhe sportist, të atjet shumë të talentuar. Tek ne mësojnë Binjamin Zonës, si dhe shumë profesor që na mbështesin çdo ditë. Sami Frashti është një shkollë shumë etnike ku takohen kultura të ndryshme. Gjithashtu, gjimnazi njëhet për organizimin e aktivitetet të ndryshme brenda dhe jashtë shkollës, si projekte, gara, Lloje të ndryshme të klubeve dhe ngjarje kulturore. Unë jam Ilmir Qica, profesor i gjuhës frënge në gjimnazin Sami Frashti. Il y a 3 minutes, on a dit que les champions sont... Si që mendoj unë edhe nëse si kam arru, mirë po mendoj që profesori im i gjuhës frënge, që kisha edhe në shkollë Flora, ishte motivi dhe modeli im që të bëhem mësimdhënës. Paris, France, Domingos, Carlos, Lisbon, Portugal, Ka shumë momente, po njëra më kujtohet 3 shtatori i vitit 93, kur veç jemi larguar prej shkollave, edhe kur kemi ardhur këtu në këtë gjimnaz, të hyjmë brenda në shkollë, mirë po atëherë na priti brenda policia shtetërore e Serbisë, edhe le që na rrai, po as që nuk na la të hyjmë as brenda në korridor. Mësim dhe çdo herë kërkim. Ecni përpara, sepse ardhmja jeni ju.